Како кандидат на Влен, Хаким Рамадани влезе во вториот круг на локалните избори во Брвеница. За вториот круг тој ги обедини слоганите на двете коалиции, Влен и Нај. Сепак повика ниту еден политички представник да не присуствува на завршниот митинг што ќе го одржи во петок. Хаким Рамадани објаснува дека неговата кауза е над политичките партии и дека ќе биде градоначелник на сите жители на оваа општина. Unë s'kam gabuar asgjë ndaj as zotrit Kasami, as zotrit kryeministrit. Unë falje kërkoj vetëm ndaj qytetarët të cilët më njohën, më dinë. Ndërsa mendoj që fushata ime në aspekt të dy liderëve politik nuk kam gabuar as pak. Për arsye se unë nuk bëj politik të madhe, unë sot përfaqësoj vetëm banorët e komunës Brvenicës dhe unë shfrytëzoj rastin që të thiri të gjithë liderët e partive politike shqiptare e maqedone që mos keq përdorin komunën e Brvenicës për kalkulime në për komunat urbane, sepse për ne komuna e Brvenicës është shumë më rëndësishme se të gjitha komunat. Рамадани вели дека при посетите на дијаспората добил ветување дека иселениците ќе дојдат во недела да го искористат своето избирачко право во родното место, каде што според него ги инвестираат своите заштеди. Të nderuar vëllezër tanë që jetoni dhe veproni, ju kret kapitalin tuaj e investoni këtu. Dhe ju bëj kërkesë që përmes votës lirë edhe këtu të investoni dhe të votoni. Për arsye se është përkeqardhje nga 11.000 që janë të komunitetit shqiptar, 7.000 i kena jashtë, të cilët arkën e buxhetit e mbulojnë dhe financojnë arkën e komunës Brvenicës dhe ata njerëz duhet edhe përmes votës lirë të zgjedhin. Jo vetëm të marrën parat dhe vota e tyre mos kese pesh. Të gjithë banorëve të komunës Brvenicës, pa marrë parasysh të bindjeve të tyre politike, kombëtare apo fetare. Të gjithë për një, të vinë, të organizohen dhe përmes votës të zgjedhin kandidatin e cilin mendojnë që në 4 vitet e ardhshme do të udhëheq më mirë me komunën e Brvenicës. Од друга страна, кандидатот на ВМРО ДПМН Јовица Илиевски изјави дека општината е пример за одличен соживот и дека очекува поддршка и од албанските сограѓани. Овие повици на поделба на никого не носат добро. Па населението докажи во првиот круг, значи тогаш имавме албански гласови и сега ги очекувам. Значи за соживот докажано е и уште еднаш повик во сите. Не сме за омраза, не сме за поделба. Значи ги повекувам сите заедно да докажеме дека Брвеница е мултиетничка средина и така ќе остане. Хаким Рамадани во првиот круг освои 2021 глас, додека Јовица Илиевски 3388, кој ќе победи ќе се дознае во недела навечер.